Po që në momentin që është hapur kjo problematikë, kemi krijuar një grup pune ku i ka shkuar edhe më lart, edhe më thellë këtij problemi, jo vetëm provimin e jurisprudencës të studentëve, por është duke punuar për të gjithë provimet profesionale që të jepen në gjuhën shqipe dhe të gjithë profesionistët që ushtrojnë një profesion të caktuar dhe që duhet që të i nënshtrohen provimit të mos kenë problem por të japin në gjuhën e tyre anëtare. Shumë shpejt do të dalim me një propozim ku të informojmë edhe qytetarët po ashtu edhe studentët për problemin konkret të cilin ata e kanë. Dhe ashtu si kurse ju e artikuluat që në hyrje të kësaj interviste, ju si forcë politike jeni në qeverisje ndaj dhe nuk kanë munguar, ashtu si kurse e thatë edhe pak minuta më parë, sulmet nga ana juaj kundrejt BDI-s. Apo përdoret politikisht kjo çështje? Ne kemi kërkuar që kjo çështje të mos përdoret politikisht, jemi deklaruar që i përkrahim studentët, po ashtu kemi kërkuar që të mos instrumentalizohen ata dhe të mos keq përdoren kërkesat e tyre për qëllime politike ditore, që fatkeqësisht opozita është duke e bërë, e cila ka pasur pushtet jo 1 apo 2 vite, po me dekada ka pasur pushtet, ka pasur edhe ministër të